إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falendrimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë e falendrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhruar që të na mbrojë nga sherrri I nefseve tona dhe sherrri I punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti I vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Të nderuar vëllezër, të vazhdojmë me temat zinxhir që I kemi nis para disa javëve e që kanë të bëjnë me vlerat kuranore në marrëdhëniet që na mësojnë se si duhet të ndërtojmë marrëdhëniet me njerëzit tjerë. Sot do të flasim për të përmbajturit nga lëndimi të tjerëve. Të përmbajturit, me përmbajt veten, mos me lëndu dikant tjetër. Kemi folur në temën e parë për sjelljen e mirë, që është vlera e parë. E dyta, drejtësia me të gjithë. E treta, përdorimi I fjalëve të buta dhe sjelljes me butësi. E katërta, shmangja e talljes dhe përqeshjes. E pesta, vlera e pestë, shmangja e mendimeve të këqija dhe supozimeve për cilën folëm javën e kaluar, dhe tani do të flasim për të përmbajturit nga lëndimi I tjerëve. Duhet me nal vetin. Njeri mos me lëndu tjetrin, të ketë empati për tjetrin, me pas kujdes, me menu atë që ti ki me bo, mos vallë mundesh me prek, me lëndu, me dëmtu, me shqetësu tjetrin. Se feja nuk është veç me I bo disa veprime dhe pastaj ma I lirje çka dush me bo. Dikush për shembull është I kujdesshëm ndaj namazit, ndaj Ramazanit, ban vaki edhe haxhin e ban vaki jep edhe zeqat, mirë po nuk kujdeset gjuhën e tij për shembull me fjalët e tij mos e lëndoje tjetrin. Me sjelljen e tij mos e shqetësoje kujshin e vet. Me veprimet e tij mos I pengoj të tjerëve. Duhet me pas kujdes. Pra, braktisja e kësaj cilësie, mos me dëmtu tjetrin, kjo është një ibadet shumë I madh. Është një ibadet shumë I rëndësishëm. Ti që falesh, që agjeron, ti që e beson Allahun, ti që krenohesh që je musliman, ti duhesh përveç namazit, përveç këtyre duhet me pas kujdes me tjerë qysh je. Në marrëdhëniet ndërnjerëzore, qysh je me kojshien, qysh je me xhamatin, qysh je me familjen, qysh je me kolegë në punë. Domethënë duhet më urujt. Prandaj kur e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I ka thonë ja Rasulullah, Ejul Islami afdal. Cili është, domethënë kush e ka kuptuar më së miri Islamin? E kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islami më së miri ti e ka kuptuar, pra e ka Islamin më të mirë, fenë e ka më të mirë, ai nga dora dhe gjuha e të cilit musliman tjerë janë rahat, janë në paqe. Pra ti duhesh me qenë paqësor me tjetrin. Po duhesh me qenë edhe shumë I kujdesshëm. Sidomos me këto dy gjëra që I ka përmendur, dora dhe gjuha. Mos mi godit, mos mi rre, mos mi vra, mos me përdor forcën ndaj tjetrit padrejtësisht. Dhe tjetra gjuha. Po ka dhe forma të tjera. Shihni Islami sa është tregu I kujdesshëm për mos me lëndu tjetrin, që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë kur jeni tre veta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos flasin dy veta fshehur azi me njëri tjetrin dhe atë tjetrin ta lën anash të tretin, sepse kjo e lëndon atë tretin, ka thonë, fe in dhalike yu'dhihi.
La yatanaja ithnani dune thalith. Di veta, kur janë 3 veta, thot pejgamberi sa, mos bëjnë 2 veta muhabet pak si ma msheft, ose me bo muhabet për që në një gjumë që ai se kupton. E keni pa? Dikush për shembull, tash Zoti e di niyetet, a do me kallëzu se di diçka, ose 3 veta janë, 2 veta flasin një gjuhë, i treti se kupton. Kjo nuk lejohet. Pse nuk lejohet? Se kjo mundet me lëndua tretin. Shikoni çfarë detaj na mëson pejgamberi sa çka, për mos me lëndu tjetrin, për mos me bën të ndihet keq. Thotë se pse kjo e lëndon atë tretin. Ku e di çka folin këto ditë, ndoshta ato me paskon diçka, do me thonë, jo e msheft për atë, s'kishin me fol, fshehur as 2 veta. S'kishin me fol. Nëse është në grupe e tjetër punash, ama 3 veta janë. 2 veta me njëri tjetrin për shpëritin, mos ndëgjoje i treti, ka thonë pësam, kjo mundët me lëndua tret, mos bëjni kështu. Kjo sjellje nuk pranohet, nuk është e mirë kjo sjellje. Pse nuk është e mirë? Se mundesh me lëndua ata. Edhe deri në këtë nivel, feja na mëson mos me lëndu tjetrin. Deri në këtë nivel. Mos fol vlla më sheft, mos fol çfarë me pëshpërit, me shushurit, në me thonë me njëri tjetrin, se atë tjetrin mundesh me lëndu. Edhe thot pejgamberi sa vazhdon hadithot, dhe Allahu nuk do që besimtari të lëndohet. Allahu nuk e do këtë punë. Që dikan të bësh të ndihet keq. Dikan të bësh të ndihet keq për vetë. Neve, Islami na ka mësu që t'jemi si një trup, ta dojmë njëri tjetrin, ta afrohemi me njëri tjetrin, falemi më një saf, jetojmë, do me thonë, ngjitazi me njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli besimtarëve është si një trup. Nëse një besimtar ka një problem, nëse një pjesë e trupit, ka thonë mesam, ankohet, ka temperaturë, ka dhimbje, kretë trupi s'është rahat. E tash këta afërsi, këto, më thonë, mësimet fesë që neve na ka bo si vllazën, prej gjakut, na ka afru, e respekt, e ndim që duhet të tregojmë ndaj një tjetër, mi a dash tjetrit atë mirë që e do për vete, duhet mi shmang dhe mi largu disa dhese, disa cilësit këqija, si kurse kjo që është, që mos me lëndu vlla, se të i prish këtë qëllimin dhe synimet e fesë. Feja neve na afron, na bashkon, na vllazëron, na ban, do me thonë, si një trup, edhe këto vepra të cilat e prishin këtë synim të fesë, du të mi largu. Mos me lëndu tjetër. E tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend ata që janë rahat nga dora dhe gjuha e tjetrit, që janë është musliman, nga dora dhe gjuha e dikujt, nëse muslimanët janë rahat, atëherë që janë është musliman i mirë, që e ka kuptu mirë fenë, që e ka kuptu, do me thonë, qysh mi ndërtu raportet me të tjerët. E tash ne duhet me parashtu pyetjen, me kujshi që jemi, me familjarët që jemi, me farefisin që jemi, me kolegët që jemi me njerëz me të cilët ne, do me thonë, kemi raporte ditore, që jemi. Në me thonë, mirë, ka dhe pun tjera për që jomë. Ka gjera të cilat, në me thonë, njeri i ban dhe i ban të ndihen keq të tjerët. Hedhja mbeturinave në rrugë, pështyrja në rrugë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ruhuni nga 2 vepra që ju mallkojnë edhe ata shumë ju mallkojnë. Ai i cili, në me thonë, krije nevojën në vendin ku ecin njerëzit ose në vendin ku pushojnë njerëzit. Kjo të ban lanet. Shpesher për shumë i shef disa të thonë, e hanë një ushqim e gjunë, ti në rrugë dush me largu. Imani në mëson që ne prej rrugës me largu pengesat, jo në rrugë me gjujt. Thotë pësam, e kam pa, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, e kam pa njanin duke u knaqë në xhenet, për shkak të një degës që e kishte largu nga rruga, sa ajo dega ju shte pengu udhëtarëve. Që kjo është muslimani. Kjo duhet mu reflektu në jetën tonë të përditshme. E shef një pengesë merë e largoje. Jo me ju bo pengesë, jo me pështin, do me thonë edhe kusht ka përceja ati, do me thonë mja prish ditën sabah. Qonë, shkel bazin, do me thonë e gjujnë në tokë, ma ve vlla, po ti shmekoni pastër, ti e ban që ata në shpijen tonë. Do me thonë, pastaj,
vozitja dhe me kere ose me motore ose me mjete të ndryshme, me thonë si sillesh në rrugë, ajo pengon njerëzve. Ka dikush për shembull e ka nal kerrin, pse se ka punë më një vend, edhe kolona është bë me 10 vetura mas atij, po kjo është turp i madh. Ne kemi parasysh se kemi probleme urbanistike, kemi probleme me rrugë, e kemi mahallat edhe lagjet e ngushta, po. Do të me pas pak empati për tjetrin. Nalet, për shembull, nalen dikere në rrugë, bëjnë muhabet, edhe njerëzit nuk mundën e pengojnë qarkullimin e veturë. Kjo është pengesë e madhe. Pengesë e madhe është mu nalë, sikur se bandera në për rrugë, mu mbledh burrat nga 5-6 me bo muhabet, edhe mi komentu njerëzit kalimtarat atë. Po kjo është pengesë, njerëzit, udha është e krete, udha është për me sos punë, nuk është për me nejt në udhë. Udha është për me shërben për mi lidh divene. Me shku pite xhamia te shtëpia, pite xhamia në punë, pi atje, pi në shtëpi me shku në pazar. E kështu me radhë, udhët janë, domethënë mjete për me shërbim janë, nuk janë për me nejt aty. Për çfarë pejgamberi sa i kanë ndalu sahabët me qëndru në rrugë. Ka thonë ruhuni, edhe mos rrini në rrugë. Ja thonë ja Rasulullah, dënjëherë kemi patjetër. E ka thonë nëse e keni patjetër, atëherë jepja një hakin rrugës. Ktheje selamin, udhëzoje të humburin, largoje pengesën, ule shikimin. Kjo është haki i rrugës. A dikush nalet nuk dalin 4-5 burra, aty që pin duhan, edhe këshirin, dikush kalon me familje, dikush me gruan, dikush me vajzën e tij, dikush me nanën. Ka përcej njerëzit, udha është përçat me kalu aty. Kjo është me shqetësu, nuk guxon me shqetësu tjetrin, as me fjalën tënde, as me dorën tënde, as me mendimet e tua, as me sjelljen tënde. Prandaj kujdes se si sillesh me të tjerët. Nëse duam të jemi besimtar, se nuk është besimtar ti vjen e fal namazin dhe bën çka dush mësane. Unë elhamdulillah namazin e fal. Mirë që e fal namaz, po çaj namazi duhet me drejtu, duhet me të eduku. Unë shpesh herë kam përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i kanë thonë ja Rasulullah, është një grua, e kam përmend shumë herë për hutbet e mia dhe dersat e mia. I kanë thonë ja Rasulullah, është një grua e cila është shumë ibadet ban. Shumë agjeron vullnetarisht dhe shumë fal namaznate, mirë po i shqetëson kojshit e saj. Fqinjt e saj i shqetëson. Fol, i përcjell, kush hini, kush dul, edhe i komenton. Tha pejgamberi sa më ja është në zjarr. Ama shumë ibadet ban. Po ibadet ban, po çai ibadeti duhet me të bëj pak më njëri. Nga kuptimi i drejtë i Islamit është mos mu përzinë çështjet që s'kan të bëjnë me ti. Në punë private, në muhabetet private, në çështjet familjare të njerëzve. Nuk është puna jote me hi me komentu. Edhe nuk është puna jote me i përcjell njerëzit. Që këto çka na tregojnë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që duhet me kuptu drejt fen. Një besimtar i mirë, domethënë nuk e shqetëson tjetrin, nuk e dëmton tjetrin. Përveç nëse ndodh pa hiri, nëse ndodh pa qëllim. Përndryshe, a dikush nuk e ka këtë ndjenjë fare, s'ka empati. Nuk e mat fare se fjala e tij kanë ka me lëndu. Vepra e tij kanë me lëndu. Unë e shoh nalet midis rrugës për shembull me veturë dhe nuk e ndin hiç atë problemin, po me pas njëri pak ndërgjegje plasëve pre skeçi, kur e sheh për shembull se di janë bën një, ose për shembull këto rrugët kryesore këtu të Çajrçangës, në ato restorantat aty ndalet për shembull keri për me bleni një ushqim, me bleni sendviç ose me bleni doner, edhe kolona bëhet deri te Mavrovka poshtë. Edhe nuk ka ndjenja fare se ka njerëzi me zor, ka njerëzi me smuje, ka njerëzi që shpejtojnë, ama nuk, domethënë kjo mos pasja e kësaj empatisë tregon për çka tregon kjo? Kjo tregon për një ignorancë. Tregon për një kulturë, domethënë të nivelit shumë të ulët. Tregon për mos ekzistimin e edukatës. E ne që pretendojmë se jemi i thartë të Kuranit dhe të Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duhet me pas parasysh këto gjëra, domethënë në raportet tona që i ndërtojmë me të tjerët, dhe kjo largohet vetëm duke u kthyer Kur'anit dhe duke u kthyer Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na udhëzoft të gjithë dhe na inspiroft që të ndjekim fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.